Pasi 66 vjeçarja Teuta Kasoj dha fundjetës duke u vetë helmuar në banesën e saj në qytetin e Bilishtit, fqinjët e familjes Kaso rrëfejnë se si u njohën me ngjarjen. Sipas tyre, ishte djali i 66 vjeçares që jeton në Tiranë, ai që kërkoi ndihmë te fqinjët, pasi Elma nuk i përgjigjej thirrjeve telefonike që të mërkurën në mbrëmje. Kanë qenë murgeshat që shërbejnë në zonë dhe policia, ata që hapën derën e banesës, ku dhe e gjetën Teuta Kason pa shenja jete. Një djale kanë Tiranë, ai i mirë të telefon, atë ditë e mori së përgjigjej. Pastaj ai më rrëvi murgeshat të Italisë, erdhe, zbërthyen derën e vjetën të vdekur. Policia pastaj bëri punën e saj, shkon në morg. Tër Bilishtin të rëndit. Si për veten e saj, si për atë fëmijën që la të djalë e la gjunat, se s'ka jo as vëlla, as motër, as nena, as babas. Fqinjët rrëfejnë se që prej korriku të 2024-s, ku i biri Rigel Skaso u dhunua për vdekje në Tiranë, gjendja emocionale e 66 vjeçares ishte tepër e rënduar, duke pohuar se ishte izoluar tërësisht dhe kishte ndërprer komunikimin me të afërmit dhe fqinjët. Vdekja të shoqit, një, vdekja e të birit 2, arrivi në një fazë që i dha fund jetës në një formë tragjike. I ndodhi fatkeqësia e djalit? Nuk deshte njeri që ta lafoste, ta ashuce, e kishte gjithë një mendjen atje. Që më ndodhi mua, që më ndodhi, i thosha gjithë një që shiko se ke djalën tjetër, përmblidhu, ajo e kishte shten atje, zot. Vetë fare, nuk desh njeri ajo, as t'i fliste, as të nqaste njeri, se nuk i përballon të dot. 42 vjeçari Rigel Skaso u dhunua me sende të forta në Tiranë nga 34 vjeçari Bajram Gjeleshi, pasi ky i fundit dyshonte se Kaso komunikonte në Instagram me bashkëtuesen e tij.